Mirëmëngjes, miq të dashur dhe mirë se erdhët në Vila 24. Jemi ritakuar pas një kohe të gjatë, duhet thënë. Më kujtohet mbyllja e fundit që ne kemi bërë së bashku, ka qenë pikërisht data 31 korrik dhe në fakt edhe vetë nuk më ka ndodhur të qëndroj kaq gjatë pa qenë në transmetim të drejtë për drejtë. Po bëhen fiks 2 muaj që ne jemi ndarë së bashku e në fakt në datën 31 korrik kemi thënë takojmë shumë shpejt në shtatore. Sigurisht që ashtu siç planet ishin, do të nisim në datën 8 shtator, një sezon të ri në atë vilën tonë të përditshme për të ndarë së bashku mëngjeset. Por java e parë e muajit gusht na i ndryshoi të gjitha planet, ashtu sikurse ju e dini, e keni ndjekur, na keni mbështetur, suportuar. News 24 nuk e vazhdoi dot atë transmetimin e tij të programacionit normal për shkak të ngjarjeve që ndodhen. Ngjarje të cilat që është vërtetë në tronditën të gjithëve, na krijuan pikpyetje, na krijuan frikën nëse ne do të vazhdonim të ishim në përditshmërinë tonë, nëse do të vazhdonim të ishim në sytë e publikut, dhe jam shumë e sinqert kur them që ndoshta ky është mirëmëngjesi më emocionues që unë ju kam thënë ndonjëherë, dhe natyrisht e mbushur plot me emocione pozitive dhe me kënaqësinë që ritakohem me ju në një shtëpisë të re, në një vilë të re 24, e bërë në kohë rekord, që është e vërteta, sepse të bësh një studio nga zero do realisht shumë mund, do përkushtim, ka kosto ndër të tjera, do një grup të marrë njerëzish që punojnë me pasion edhe të mbështesin në ato që ti bën. Ndaj unë do doja që këtë emision ta nisja me një falenderim të veçantë për drejtuesit e News 24, sigurisht për numrin 1 të Focus Group, zotin Sebeliu. Faleminderit për mbështetjen tuaj, për suportin. Të gjithë ata që kanë punuar që të gushta e fundit që është vendosur në këtë studio, që na kanë dhënë për krajin dhe na kanë thënë që po, ne do të jemi më të fortë, dhe ashtu sikur thuhet gjithmonë, kur rëzohesh, do të ngrihesh më i fort. Edhe vila hapet sot, dyert hapen sot, do të kemi miq në këtë studio, do të kemi të ftuar, do të kemi personazhe, do të kemi momente që do t'i ndajmë me ju në transmetimet tona të përditshme, çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11. Edhe unë e di çfarë po prisni. Ç'është kjo vilë, kjo shtëpi pa aromë kuzhine, pa shije, pa receta gatimi dhe pa duart e saj të arta. Për të gjithë ju që më keni pyetur, kur do riktheheni? Dhe a do të jetë Katerina bashkë me ty? Katerina do t'jetë këtu çdo ditë me mua. Mirëmëngjes! Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë të gjitha. E di që na kishte marrë malli. Patjetër që na mori malli. Këtë janë për mua? Kjo buqet për ju. Ama sa e mirë. Lulja më e bukur se lure. Apo ju do ta shihni. Dhe ja, energjia që më bën të buzëqesh çdo ditë. Shumë faleminderit. Është kënaqësi e dashur Ani. Faleminderit, faleminderit. Sepse ne bashkë kemi mësuar të qëndrojmë në kuzhinë, të qëndrojmë aty, të gatuajmë dhe kryesisht të flasim për receta gatimi, të flasim për shije, të flasim për këshilla shumë shpesh. Edhe kjo fundja është edhe shtëpia jote, pavarësisht se ti ke zgjedhur atë shtëpia jon. E gjitha e jona. Jo jona vetëm, por e gjithë këtyre, domethënë kameramanëve dhe grupi që është jashtë këtyre kamerave. Patjetër, që në fakt është ajo pjesa e padukshme që unë them shumë shpesh, por që është më e rëndësishme, sepse punët e mira bëhen në grup, edhe nuk ka se si të mos jetë edhe kur është një grup kompakt, sigurisht që edhe puna ecën shumë mirë. Patjetër. Si ka qenë të 2 muaj? Të mori malli për publikun, çfarë kanë thënë zonjat? Po patjetër, po sigurisht që kemi ato, si thua gjithmonë, ato fjalët e mira, kur do rikthesh Katerina, a do jesh si vjet, a do vishe kështu. Dhe unë ju thash që si mund të ndajmë nga Nila edhe nga News 24. Në fakt, duke një ndarje e vështirë edhe për mua, nuk e shija kur kuzhinën pa Katin aty, pa ato rutinën tonë të përditshme, duhet thënë. Është e vërtetë. Dhe që ne të mos humbim kohë, të mos i marrim kohë recetave, që Kati mendon gjithmonë të jenë shumë për të marrë sa më shumë zonjat nga kjo studio, shkojmë në kuzhinë? Patjetër. E ja, së bashku shkojmë në kuzhinë, shiko, të shohim mos gjejmë ndonjë vazo aty t'i vendosim këto lule. Sigurisht do kemi diçka për t'i vendosur. Shkojmë në kuzhinën tonë të re. Se sot po ju prezantojmë dhe me shpindër të tjera. Kemi goxha. I do aty afër mos na i prish temperatura. Ja, po i vendos këtu sa t'i gjejmë një vazo gjatë publicitetit, se sigurisht që kemi, po nuk e di a i zë të gjitha lulet. Kuzhinën e kemi plot, shtëpinë e kemi plot. Si gjithmonë, kuzhina plot, anvisat janë duke na pritur. Këtu kemi dhe këto sponsorat tanë që do t'i përmendim patjetër me një falënderim të përzemërt. Po, dhe sigurisht që me produktet e tyre ne nxjerrim gatime të mira dhe thonë anvisat, po si ka mundësi që Katerina i bën kaq të mira. Po nuk i bëj unë, i bëjnë këto produkte që neve na sillin këtu në studio për të gatuar së bashku me ju ande nga shtëpia. Dhe unë kam menduar, domethënë, si për ditë të parë, ajo tradita që kur vinë miq, po kështu, domethënë që kemi një gëzim familjar, byreku nuk na ndahet nga shtëpia. Është një gatim që bëhet shumë shpejt për të kënaqur, domethënë, ata
miqtan. Dhe byreku do t'jetë një nga recetat që do të sjellim sot. Tjetër, ti themi kështu shkurtimisht si receta dhe pastaj nisim punën. Do të kemi një byrek, do të kemi një mbërthirë dhe unë mendova, meqense kemi këto vezët o vital, sigurisht një pandispan, që dhe ky është një gatim tradicional, që bëhet shumë thjesht faktikisht, shumë i shpejt, por dhe shumë i shishëm dhe na përket neve, do me thënë kjo lloj tradite. Pandispan që bëhet vetëm me vezë, sheqer, miell. Dhe është shumë i thjesht për të përgatitur, sigurisht në fund që ne do të bëjmë edhe një sherbet, edhe gjëja shumë e shpejt dhe thjesht. Dhe sigurisht që nuk do t'i mungoja, do me thëmë kësaj dreke, sot edhe një salat të shëndetshme. Një salat byreku, do diçka për t'ja shtuar, një salat, një sup. Përveç se neve, Anila, byreku t'i shtojmë dhallë. Dhe kur kemi byrek me djathë, dhalla është ajo që shoqëron. Por edhe salata sigurisht që është diçka e shëndetshme dhe është një gjë që e kompleton këtë drek. Tani, si gjithmonë Kati ca gjëra i bën gati këtu. Kemi bërë petët. I bëm petët sepse ç'është e vërteta ky lloj mielli e përgatit, i hap këto gjysmë petët dhe pastaj me dorë i vendos në tavë. Herë tjetër neve do t'i bëjmë këtu, do t'rregojmë mënyrën se si bëhet, se kemi bërë dhe shumë herë. Por sot i kemi hapur kështu për të ardhur sa më shpejt, do me thënë, në ndihmë byreku tonë. Fillojmë? Fillojmë një herë nga puna. Atëherë, si fillim, unë do të filloj me vezët. Do të hedhë vezët, pra është një byrek që do të bëhet me bulmet, themun, sepse nuk do të kem vetëm djathë, nuk do të kem qumë mëshkos, ose diçka tjetër, por do të kem djathë, do të kem kos, do të kem dhe gjizë. Pra pak nga të gjitha. Ndodh ndonjëherë që dhe në shtëpi na ngelin pak nga të gjitha dhe i përzijmë dhe përgatisim një byrek me djathë që bëhet shumë i mirë dhe i shishëm. Dhe me qënë se jemi këtu, dhe Kati mori gjalpin, kush është lideri numër 1 në treg për konsumatorët në prodhimin e qumshit dhe në produkteve të ti? Pa diskutim që është kompania Lufra. E një eksperiencë shumë të gjatë. Unë e di që e njihni pa diskutim, i keni provuar, i keni shijuar, edhe keni siguri të plot kur bëhet fjalë për të gatuar e për të shijuar me Lufra, ndaj dhe ne sigurisht që e kemi pjesë të tryezës tonë sot dhe jemi shumë kënaqur që na është bashkuar. Kati mori një shishe çfarë në duar, më lejoni ta marr pak sepse është kefiri, një ndër produktet e reja që Lufra ka sjell në treg, edhe dua t'ju them që nëse ne flasim përgjithsisht për bulmetin edhe për kosin, e kemi ditur që ka goxha probiotik dhe është një ndër ato produktet e shëndetshme për të konsumuar gjatë ditës, sepse stabilizon florën bakteriale, ndihmon në tretje etj. Por ama kefiri është shumë fish më i shëndetshëm, sepse është pikërisht me probiotik natyral dhe është aleati për zor të shëndetshme. Është për të konsumuar gjatë ditës, në përditshmëri, nuk është se ka një moment të caktuar, provojeni dhe do të kuptoni se sa mirë do të ndjeni me shëndetin. E zgjota për të prezantuar, sepse sigurisht kur bëhet fjalë për Lufrën ju keni gjithçka që nga qumshti, kosi, tradita që më pëlqen shumë që vjen përsëri nga Lufra dhe është ai kosi 100% natyral, si nga duart e gjyshes, siç themi zakonisht, kosi në holl për të pirë, kemi njomzën që po shohim në ekran, kemi gjalpin pa diskutim, djathin kaçkavall, djathin e grirë, shumë produkte të tjera të cilat ne do t'i kemi, do t'i prezantojmë ditë pas dite në këtë studio. Edhe pak sekonda kohë dua që të ndërpres dhe ke shumë për të na thënë, por meqense unë nisa. Vazhdoni Lon, po thi vezët, sepse vezët, cilat vezë? Vezët O Vital. Pa diskutim vezët O Vital me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në tregun shqiptar që ka nisur ashtu si një fermë vogël familjare e ndërkohë sot është kompania më inovative, miqësore me natyrën dhe që sjell tek ju produktet më të sigurta e më të shëndetshme. Ta asaj kokrës së vogël të vezës që unë them gjithmonë, por që brenda mban pafund vitamina edhe ato që organizmi ynë ka nevojë. Dhe meqense jemi në mëngjes, veza e qumshti duken ideale për të nisur ditën. E sigurisht me kompaninë Atlas dhe me Mielli Nola, me bashkëpunëtorin ton të gjatë në kohë, vazhdojmë të jemi bashkë, siç e shihni në ekran, po ju kujtojmë disa nga paketimet e Miellit Ola, që janë super, duhet thënë. Mielli për çdo përdorim që ne na ndihmon kryesisht në këto recetat e përditshme, në mund t'i quaj kështu, që nga byreku, që nga buka, që nga krepat, nga petullat e tjerë, po sigurisht që, siç themi zakonisht, për të ndjerë shef në kuzhinë, ju më keni mundësi të zgjidhni Mielli Nola nga kompania Atlas edhe me produkte të specifikuara apo më ideale për pica, për shembull të thekrës, mielin integral, mielin e misrit të bardhë apo të verdhë etj. Dhe në fund fare, Kuka Aja KGZ
gozim dhe janë pikërisht salçiçet Vudi që vinë në paketime të ndryshme që nga 3 edhe më shumë që vinë të mbushura me djath, janë ideale për çdo ditë të ditës, për ato sneket e përditshme, për sanduiçet e fëmijëve sepse kanë nisur shkolla, duan bukë me vete, etj, etj. Kati i theu 6 kokra vezë. Po, sepse e kemi tavën më të vogël, ne aty kemi 7 dhe varet edhe nga madhësia e vezëve, edhe sa mundësit keni juve në shtëpi, se mund të bëhet dhe me 5, mund të bëhet me 4, mund të bëhet me 6, me 7, pra sa ta keni ju atë mundësin në shtëpinë tuaj. Atëherë, unë ndalova këtu te vezës, sepse dua t'ju tregoj pavarësisht që i theva pak më përpara, po shikoni, do me thënë se si janë këto vezët. Të do e thoja, kur vezët, do me thënë, janë cilësore, është ajo që them gjithmonë, nuk prishet e verdha e vezës, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Do të hedh pak krip këtu te kjo, megjithëse tek kripa duhet jemi kursier, sepse djathi ka krip, kështu që duhet kemi kujdes. I bëjmë një tundje kështu, do të thënë një përzierje. Edhe këtu tani kemi kosin, do të shtojmë edhe gjizën. Kos, gjizë, i bashkojmë të gjitha bashkë. Do me thënë sa më shumë kështu bikësi me bulmeta është të bëjmë ne në një kosi, themi neve, si thuash, i jep një zbutje byrekut, i jep tjetër shije. E bëm pak më të lëngshëm. Po ju ndodhet, mund të shtojnë ambisat, nëse jo, ka mënyra të ndryshme për pregatitjen e byrekut. Gjithashtu tani kemi edhe gjizë. Njomzën, që vjen pak më e hollë në mos të gaboj më e lëngshme. Ska problem, na duhet neve kështu. Po, sepse kemi dhe vezën që e lidhë, si që temi, veza përgjithsisht i lidhë recetat, i lidhë gatimet. Këtu jemi duke shkryer edhe gjalpin. Edhe gati nga ka grirë këtu karotën. Tani të bëj një pyetje, këtë shegë na e ke sjellë se na duhet për sallaton, apo sepse shega është mbarësi, si thuhet, është bollëk? Anila, studiore. Është studiore. Kështu që kemi nevojë, domethënë. Kemi nisur me sheg, ta kemi plot ryezën, plot. Tani do shtojmë këtu edhe byrek. Disa zonja më thonë që hedhin sod brenda, sod buke. Jo. Përzierja? Te përzierja. Por e bëjnë, po jo, mua nuk më pëlqen, domethënë nuk do doja që të hedhin sod, e hedhin për të rritur volumin. Për t'i dhënë pak. Po mirë, me 6 kokra vezë, mendoj që vezët e kryen. Prandaj me kryen atë funksionin, madje edhe tek pjesa e pandispanit, dhe aty hedhin sot buke, gjë që dhe aty nuk hedh. Okej. Kur ti të duash, më thuaj të lexoj recetën. Mund të lexosh Anela, që të shtoj edhe djathin. Atëherë, e shohim pak së bashku në ekran recetën me të gjithë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur edhe ju si ne, një byrek me bulmet. Çfarë na duhet? Na duhen 400 gram miell ose një pak opeta, 350 gram djath të bardh, 250 gram gjizë, 200 ml kos, 7 vezë, gjysmë filxhani me vaj dhe gjysmë filxhani me gjallë. Janë përbërës familjarë, kam përshtypjen që gjenden në shtëpi. Miellin për të realizuar petët, sigurisht që mund të zgjedhin ta bëjnë gati edhe me petë gatshme nëse nuk doni, por nuk ka si petët e bëra vetë në shtëpi, se vetëm kur i sheh kështu nga pamja, të ftojnë që ta konsumosh. Edhe sa shpejt që hapen ato, Anila. Shumë shpejt. Kemi hedhur dhe djathin, si që shikoni e kam të thërmuar, pra mbushja ime është gati. Tani nuk kam nevojë për pjesën e telit. Ta ishte gjalpin apo të duhet i shkryer mirë? Të shkryet edhe pak, më nxjerr aromën. Okej, to dhe pak, pra. Mirë. E bëm gati mbushjen? Po, mbushja është gati. Sipas dëshirës. Okej. Tani, edhe ara e moskatit shkon, sepse kam thënë gjithmonë te bulmeti shkon ara e moskatit, por mund të shtoni edhe në një piper, në disa zona hedhin edhe gjethje borziloku. Në disa zona hedhin edhe majdanoz. Me thënë nuk është se nuk i shkon. Mendojeni dhe vendosni vetë juve sipas dëshirës. Tani, unë këtë byrek do ta bëj me 4 petë. Do me thënë dhe ato pjesët e petëve do t'i vendosë në brëndësi, por me 4, 2 lart, 2 poshtë. Mund të bëhet në mënyra të ndryshme, që mund të kemi petë, të cilat i pjekim dhe i bëjmë me shtresa. Është një tjetër lloj byreku. Neve tani sot do ta sillim kështu në mënyrën më të thjeshtë. Megjithëse unë kam petë këtu, kam hapur goxhan. Se tani që po të shoh në ekran që jemi përballë, se ke vënë vetë përpara se ti sot apo e harrove? Jo, se vura vetë. Si ditë e parte, po dal një herë me një veshje ndryshe. Dal dhe unë një herë kështu. Prandaj bëre petët përpara atje, se s'doje të bëheshe me miell. Po, patjetër. Ja. I bëjmë çik me këta këtu kështu. Që s'ka nevojë edhe që mos ta kemi. S'është furçë ajo.
Se mendon se mos ishte fuqë, Jo, e njoh atë spatulën e kuqe. Po. Ja, të hedhim që këtë yndyrën, do me thënë, Atë që mbetet, po. që mos ta ngelet kështu. Sa të bukur janë ato lule? Pse më zgjodhe ashtu ngjyra? Si vetë lule, po tani shiko Anila, çfarë të zgjidhja ishte, Jo, si ko, thua. tash më kështu, ke parasysh Tani mund ta simbolika vendosim Anila aty që të ulet temperatura. Ta fikim këtë? E shikoni të dashura Andrisa, unë i kam hapur dhe i kam lënë kështu në qetësi të pushojnë themi neve petë. Shiko, është ajo që ju them gjithmonë, po thoni siko ato me oklai, hapen ndryshe këto, bëjnë një hapje të tillë. Pa. Që i kapin pastaj anash. Aha, Shiko si hapen. për njerë hapen. Hapen se janë bërë me ola. Tani masim sipas tavës. Edhe sot është nga ato ditët fiks për qëndruar në shtëpi, zonja që nuk janë në punë, apo janë turni dytë, është një mëngjes i vranët dhe kuzhina sikur shijon më shumë, kur jenë në shtëpi dhe mendon çat gatuash. Dhe kemi fiks për byrek. Pra, atë po mendoja. Po dhe një ëmbëlsirë për të nisur javën e për të nisur sezonin, do të jetë ajo që do të përgatisim sot. Shpejt jeti një së recetave në fakt, që ne kur të kthehemi në gatim të mos kemi kështu prezantime për të bërë. Do të hedhim këtu edhe një sasi tjetër do ta hedhim brenda tek mbushja. Janë, ti e merr, unë ndërkohë lexoj recetat. Shohim recetat që s'kemi prezantuar deri tani. Receta e radhës do të jetë sallat me panxhar, moll e karota. Na duhet një panxhar, një moll, një karot, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë mjalt, lëng limoni ose uthull, krip dhe majdanoz. Është e thjeshtë dhe një kombinim ideal duhet të një të trejave, i karotës, mollos dhe panxharit. E ndërkohë që do të përgatisim një ëmbëlsirë, siç thamë, një ëmbëlsirë tradicionale, siç është pandi spanj me shërbet dhe do të na duhen 7 vezë, 7 lugë sheqer, 7 lugë miell, 1 lugë niseshte, pak krip. Shërbeti do të përgatitet me 2.5 filxhan sheqer, 2 filxhan ujë dhe 1 fet limon. Sa e thjesht për të mbajtur mend kjo e pandispanjës, e i pas ka 7-7-7. Dhe në fund fare, do ju tregojmë një sekret, se si të na shkëlqej lëkura, si të kemi bukurinë natyrale. Po me shposhon nga përbërësit edhe imunitet, sepse kemi limonin edhe gingerin dhe jemi në kohë virozash. Na duhet një kokurmoll, një kastravec, gjysmë limoni, 1 lugë ginger dhe gjysmë gote ujë. Me këto përbërës do të përgatisim një pije për ta konsumuar gjatë ditës. Por se si do ta bëjmë, do të jetë Kati që do të na e tregojë në vazhdimsi. Ju vetëm qëndroni me Vila 24 dhe gjitha do t'i mësojmë, do t'i shpjegojmë pak e nga pak. Atëherë të dashura Andrisa, kam hedhur 2 në pet që kam hapur dhe një do ta vë kështu në qendër të rrudhosur, që do ta duhet për të mbajtur atë masën. Tani ne kemi bërë pak më tepër atje, edhe pet kam bërë më tepër, do t'i mbaj sepse do të bëj një byrek tjetër. Bëjmë një byrek të dytë gjatë kohës, së shkëputjes që në bëjmë. Ashtu. Kur unë të jemi të ftuarit, Kati vazhdon, nuk i çondom të gjërat. Pastaj sot kemi edhe shumë porosi se kanë munguar të gatimet e tua. Edhe kush e di sa të ka pyetur me çfarë do ta nisësh. Janë në rregull. Aha. Tu kam hedhur gjalpë dhe vaj. Gjalpë dhe vaj. Tani është momenti që do të mbushjen. Thash unë do ta bëj me një shtres. Juve mund ta bëni, do me thënë ky lloj byre, po bëhet në mënyra të ndryshme. Pushim. Qa byre ku Anila? Po nuk e diskutoj fare, nuk e diskutoj fare. Sepse janë këto produktet që e bëjnë të mirë, nuk është se po e bëj unë. Edhe ndër të tjera. Shiko petës se si janë hapur. Po, pse bëhen ashtu? Se hapen, do me thënë hapen mirë, është miell i mirë. Ska që se do ullet, ja ka që është mjaftueshëm, nuk po hedh më tepër, është mjaftueshëm. Tani, do t'i hap kështu, do i palosat e njëherë branda, që mos na bëjnë shumë thëmbra të... Kati, Urdhë. ta vazhdojmë kur të kthehemi ne, si mendon ti? Apo i vendosim gjatë... Se s'kemi ko fare për të... Po, iku koha, iku ne umara me muhabet. Të vendosnim ja, shiko. Atëre, shkurtimisht, do e spërkasim me këtë gjalpin dhe vaj dhe do shtojmë petet e tjera, do ta vendosim në furrë. Besoj se kuptohet, nuk është... Kemi bërë dhe herë tjetër, nuk është se kemi bërë, e rëndësishme në shikoni këto petot. Nuk është se, atë që kam thënë, nuk është se i hapu unë, do me thënë, këto hapen vetë. Edhe shiko si hapen, besoj dukem... Rëshkasim, si s'duken, ja. Jo, nëse dukem unë nga petet. Mirë, bëjmë një shkëputje të shkurtë, ne do mbarojmë byrekun dhe do kthehemi, ose gjërat mira kemi për të gatuar ende. Qëndroni me News 24. Do ta vendosim të pjekim. Po.
Ja, ku jemi, erdhëm shumë shpejt tek ju, sepse do të vazhdojmë gatimet, përgatitjen, e? Atëherë të dashur Anvisa, pasi kemi përgatit byrekun dhe kemi vendosur në furrë, ndisë që nuk e treguam, do me thënë, komplet. Mbylljen e byrekut. Është diçka, do me thënë, e kuptueshme, e rëndësishme është baza, ajo, si thuash, mbushja që ne përgatitëm për byrek, dhe tani me njerë fillojmë për të përgatitur një pandispanjë. Pandispanjë është shumë i thjeshtë për të përgatitur, mjafton që të kemi vezë, sheqer, miell dhe një lugë niseshte. Sigurisht që do ta bëjmë edhe me sherbet. Do të filloj fillimisht Anila për me sherbetin, që ta kemë, do të thënë që të përgatitur. Këtu të kjo të nxerja do të edhim 2 filxhane gjysmë sheqer, edhe 2 filxhan ujë. 2 filxhane gjysmë sheqer, 2 filxhan ujë, një fetës limon, gati gjithmonë i vendos edhe pakës limon. Edhe do t'i hedhim edhe ujë. Po, qas për një thikë. Ande ike. Kemi thikët këtu. Okej. Kemi thikët këtu, drasën e kemi zanatis. Që se do t'a marim. Shiko, jemi në shtëpi të re, i kemi lëvizur gjëra të gjitha, sa të mësojmë ku i kemi vendosur, edhe pasi të vendosim shërbetin, do të fillojmë me përgatitjen e brumit të pandispanjës. Anila, kur shkojmë në shtëpi të re, dhe si kemi vënë gjërat në përvonde, ashtu si që duhet, rrimë dhe presim dhe kemi. Ti ke vënë edhe kur i ke gjëra, dhe më thonë edhe kur i ndryshon vendi një gjëje në kuzhinë, kur bën ato punët me themel që ne i quajmë, që pastrojmë raftet e kuzhinës, dhe në ndodh të ndryshojmë dhe njërë vendin aksesorëve e tjere, sigur që shkojmë aty ku ka qenë më përpara, sepse instinktivisht dora e mendja e syri është mësuar në një vend. E bëm gati të nxjerrën me shërbetin. Me filxhan bëjmë asin zonjat në shtëpi. Po. Ta vendosim këtu. Afër shekës, edhe ndezon. Është puna jote Anila. Ndërsa puna ime është këtu të dashur Anvisa që të filloj për të përgatitur. Pra do të kemi një tavë, të cilën do të vjen me pak fare vaj. Pak fare, do të një pikë. Po. Dhe e lyejm komplet. Që të mund ta bësh edhe janë. Anil po ta jap si do ty. Pas kam ndezur sobën furrën këtë tjetrën. S'ke që mund të tërheqesh. Jo, s'ka gjë e vërnë. Tani unë do t'a lyej këtë, kaq do bëj? Do ndajmë të bardhat me të verdhat, të dhe që të bëhet tamam ashtu si që duhet. Kam një enë tjetër këtu, sepse ashtu thuhet që të ndahen për t'i provuar. Mendoj se e leva mirë. Jemi në rregull me vezët, ne? Që duhet për lëvon shkat? Po, ja jetëm këtu. Okej, sa kokra? 7, E 7 faktikisht. Sa do bëjmë ne? Se varet dhe nga tava. Nga që janë të vogla, mendoj që të hedhim diçka më shumë. Okej, ja ta shohim dhe një recetën. Me qënë se e kemi parë në pjesën e parë, i bëjmë një rikthim të gjitha recetave, nga e para e deri tek e fundit, me shpresë që do të kemi mundësi të realizojmë të gjitha. Byrekun e kemi kryer dhe e kemi vendosur në furrë për të pjekur, kështu që receta është kjo. Byrek me bulmet e vezë, na duhen 400 gram miell ose një pak kopeta, 350 gram djathë të bardhë, 250 gram gjiz, 200 ml kos, 7 kokra vezë, gjysmë filxhani vaj dhe gjysmë filxhani gjalp. Receta e dytë, pandispanjë me shërbet. Na duhen 7 kokra vezë, 7 lugë sheqer, 7 lugë miell, 7 lugë niseshte, na duhet krip, ndërsa shërbetin siç e patë kemi vendosur për të zier me 2.5 filxhan sheqer, 2 filxhan ujë dhe një fet limon. Salat me panxar, moll e karota, një panxar, një moll, një karot, 2 lugë vaj ulliri, një lugë mjalt, lëng limoni ose uthull, krip dhe majdanoz. Edhe pije që të falë shkëlqime bukurinë natyrale, një kokër moll, një kastravec, gjysmë limoni, një lugë ginger dhe gjysmë gote ujë. Këto janë të gjitha që do të vinë sot nga këndyni i gatimit, ndërkohë që Kati mbaroi edhe me ndarjen e vezëve të verdhat nga të bardhat. Tani do t'i rahim për të bërë atë brumin e shkrifët të pandispanjës, që është aq i mirë dhe pikërisht janë vezët përbërësi kryesor, duhet thënë, i pandispanjës. Sigurisht që vezët O Vital na sigurojnë një realizim të shkëlqyer të recetave tona në kuzhinë dhe sigurisht që ëmbëlsira pa vezë shumë rrallë përgatiten. Tani do të fillojmë me këtë rrahjen që do të na bëj pak zhurmë. Fillimisht fillojmë domethënë edhe bëjmë ato rrafje të lehta dhe kjo bëhet me qëllim
që të bardhat e vezëve të mos aerosin, do me thënë të mos marrin ajër, oksigjen, mund të themi më ndryshe, dhe ato pastaj nuk na rrisin volumin ashtu siç duhet dhe na bie. Prandaj themi që fillimisht fillojmë me rrafje të lehta dhe pastaj shkojmë atë shpejtësinë. Pasi shikojmë që ka filluar të shkumëzohet, të fillojë që të rrisë volumin, atëherë neve shtojmë edhe më tepër shpejtësinë e rrafjes së vezëve. Pasha njerë byrekon? Po, mund ta ullë pak temperaturën në nëse. Në ndodh? Ta ullë, sa ta qoj? Sa ta qoj, Kati? 200? Po, 200. lërët e 180 se kemi kohë goxha. Okej. 180. Okej. Mirë, vazhdojmë nga puna. Kërkojmë ndjesë për punën e saj, sepse faktikisht që zhurmë ashtu në studio pak si na shqetëson, ne dhe ambisat andej, por që është një fakt që duhet bërë, se nëse nuk do të bëhet si veprim. Sepse vezët nuk I rreh dot përpara, se mund ta kishim bërë si punëve gjatë shkëputjes që patëm, por ato do të bien nëse I bëjmë përpara. Edhe I pjek vezën, edhe mban, do me thënë që të mbaj atë volumin, por kryesorja është që heq edhe erën e vezës. Nuk ka nevojë të pandispani për vanile, nuk është një ëmbëlsi që I shkon së tepër një vanilje, jo se nuk e përdorim, por kalojmë në një tjetër recetë pastaj. Receta tradicionale e do vetëm kështu në këtë mënyrë se si neve përgatisim sot, vetëm me vezë, me miell, një lugë njëseshe dhe sheqer. Pra Kati. Okej. Na, duket sikur po bëjmë punime në shtëpi. Ja. Okej, u krye. Po. Kujdes tuar. Nuk ka nevojë. Duhet të them anvisave që asnjëherë nuk fillojmë me të verdha dhe të kalojmë te të bardhat, sepse nëse kalojmë, domethënë, patjetër që pastaj duhet që këto të shplahen edhe të thahen. Dhe me patjetër që të bëhet ky marenga e mirë, duhet që ena të jetë e thatë dhe mos jetë e lëngshme. Se dhe aty pastaj ndikon. Sheqerin këtu e kam të matur. Okej. Kështu që po e hedh direkt. Në rregull. Juve do të ndikni ato që kam. Do ta masni, po. Sipas recetës. Mund ta marrim pa ndihmon tani? Do ta hedhim pak nga pak? Jo. Do ndrosh vendet. Të ndroj vendet. Pasu bë gati për ta. I kam harruar, Kati. I kam harruar. Do I rikujtojmë prapë. Do I rikujtojmë. Okej. Sot është ditë e parë, kemi si thuash edhe pse kaq kohë në televizion, sigurisht që kemi një tjetër emocion, kemi si thuash. Kemi patjetër që kemi, sigurisht. Por mbi të gjitha është ajo që ne ndjeni mirë. Mendoj që dhe ambisa që po na ndjekin në këto momente janë të kënaqura që na shohin sërish në ekranin e News 24. Unë jam shumë e kënaqur sepse edhe unë patjetër vazhdoj rrugëtimin tim këtu në këtë News 24 së bashku me Anilën, gjë që më jep shumë kënaqësi sepse atë që kam thënë gjithmonë, kur ke një krah, një buzëqeshje, një situacion energji pozitive, e merr dhe vazhdon edhe ti të jesh po e njëjta gjë. E marrim dhe e përcjellim tek ambisa. Jo, më vjen keq që ti gjithë të fjali e the me zhurmë. Shpresoj ta keni dëgjuar mbi zhurmën. E kishte për mua. Po nëse nuk është dëgjuar mirë, do e thash pra më vonë. Nuk e tha mirë thua? Hajde vazhdojmë nga puna se asi na ikën orën e këtu. Ikën shumë shpejt edhe këtë nuk e kuptoj pse ikën kaq shumë shpejt. Atëherë po marr këtë mielin këtu. Okej, mielin për çdo përdorim, mielin Ola nga kompania Atlas, me të cilin kemi realizuar edhe byrekun, dashur siç themi gjithmonë, është mielli që zë hapësirën më të madhe në raftet e gatimit në kuzhinat tona, të gjithëve, në çdo familje ndodhet Ola. Atëherë. Nëse ke nevojë për ndihmën time, Kati, më thuaj për gjithçka, se edhe për të të sjell diçka, se shoh që lëviz ande këtej. Shiko tani, këtu kemi, do të hedhim 7 lugë miell. Po. Sa olla 6-7, s'ka problem, se kemi edhe një vezë më tepër. Po i numëroja se mendova se po e bëje ti. Jo, edhe një
një seshte, këtu kemi një seshte, do të shtojmë edhe një seshte. Okej. Jo gjithmonë mielli ka nevojë që të sitet, por në këtë moment, do me thënë, kur përgatisim pandispani, patjetër që duhet të situr. Po, jo për siguri, por për ta hedhur në formën e pudrës. Ta Për ta pudrosim. bërë më të shkrifët edhe më të imët në momentin që i shtohet vezve. Edhe tjetra tani këtu, është ai punimi që bëhet, si thuash nga poshtë lart, hedhim këtë, pastaj do shtojmë këtë marengën. Një pjesë e hedhim kështu. Kur do të shtojmë marengën pastaj, duhet që të bëj ato lëvizjet nga poshtë lart. Ndërsa këtu nuk kemi nevojë, prandaj hedhim gjysmën e sasisë së miellit. Të ndihmoj? Mbarova punë thuaj. Tani Edhe bëjmë këtë shërbeti po përzierje. na nxjerr. Nëse është 5 minuta duhet të zihet. Do dhe pak se i shoh me sy kokrizat e sheqerit, që do të thotë nuk janë tretur ende plotësisht. Në rregull, tani bëhet kjo përzierje. E pudrosim përsëri. Anila, mund ta pudrosësh ti. Ta bëj unë? Ta pudrosësh. Ta e pudros. Ashtu. Edhe unë të bëj përzierje. Ja që të dyja jemi. Shef përgatuat, është sidomos ëmbëlsirat që bëhen. Këtë që duhet të kenë, si thua, parasysh anvisat, duke pudrosur, duke bërë këtë punimin nga poshtë lart. Kjo është dhe sekreti që mos të ulë vëllimin. Pandispani, faleminderit Anila. Të lutem, të duhet më të largoj? Jo, nuk më duhet, faleminderit. Tani më duhet të shtojmë edhe pjesën tjetër të marengës. Edhe këtë e heqim. Ma jep. Po, faleminderit Anil. Duhet shumë kujdes tani për pjesën e të bardhave. E ka marrë një sipërfaqe byreku, do ende patjetër, por që ka filluar të marrë atë ngjyrën e kafeit. Ja, do t'i shikojmë. Mendoj poshtë Anila, të lutem, tek 100, po, në 170 gradë. Edhe tek ajo shenja që është nga poshtë lart. Nga poshtë lart? Po. Me thënë që... Kjo? Po. Okej. Fiks aty. Jo me erë. Ja dhe pak. Që në fillimin që janë 80 apo ta vendos më shumë sa të ngrohet? Vendosen më shumë tani që neve s'kemi kohë, juve në shtëpi të dashur anvisa do ta vendosni me njëherë në 180. Madje pastaj do ta kaloni në 170 gradë, do 170 gradë për të pjekur pandispani ashtu siç duhet dhe do 30 me 35 minuta për të bërë gati. E shikoni që ka ngelur volumi ashtu siç duhet. Dhe jemi këtu tani te pjesa e tavës, të cilën e kemi lyer me shumë pak. Fare pak fare. Edhe jo vaj ulliri ai sallatë, do me thënë ai që është shumë i fortë, sepse kemi vaj ulliri që... Patjetër, vjen në variante të ndryshme. Në rregull kemi. Ajo që ngelet, e shikoni se si është bërë, si krem. Anila, kurdo. E pra jo, doja unë më mirë mbajtasin unë, se bën më mirë ti këtë pjesën. Do fryhet. Po, patjetër që do fryhet. Por neve vendosëm sherbetin që të bëhet gati, që të ulë temperaturën, edhe të kemi një të ngrohtë, një të ftohtë. Do kemi këtë të ngrohtë, kështu që është gati për ta vendosur. Sherbetin do ta lëm të ftohet, po. Pra shërbetosja e ëmbëlsirave përgjithsisht ka ato sekretet e vogla që të mos bëhet as më e butë se ç'duhet, pra të mos qulloset ai keku ëmbëlsira pandispania, po as të ri vende pa u thithur, le themi, shërbetin nga e gjithë sasia. Një përplasje kështu që edhe më ketë atë si thua 2 herë bëjmë dhe është në rregull. Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Okej. Ikëm. Vetëm se duhet të rregullojmë temperaturën kur të nis pjekja. Dhe Kati tani do thot, iku, kemi 5 minuta ko. Kaq pak? Kaq pak? Pse kaq pak? Si ta ndalojmë në orën? Si ta ndalojmë?
Ha, Kati po mendon. Çfarë të bëjnë nga të dyja? Marim atë enën aty Anila, e pastrojmë pak, po të lutem. Të duhet edhe luga apo vetëm ena? Edhe luga të dyja, sepse atëherë fillojmë për përgatitur Bëjmë salatën. këtë salatën. Okej. Do na mbetet pija për nesër, ta lëm pijen për nesër. Po, do ta lëm Se kemi për gjërat nesër, gati, recetën e kanë parë zonjat. Ashtu, kështu që vendosim atë këtu. Vërtet fluturon koha, fluturon sa do që përpiqem ta menaxhoj. Mjafton që unë e kam bërë gati. Pra, për përgatitur këtë salatën, një salatë shumë e mirë, kemi. Ta fshi mirë se Kati shikon këto me Faleminderit, Anila. Okej. Ne kishim edhe produktet e asaj ginger, kastravec, molle, këto gjëra, por neve thamë se nuk do të kemi kohën që të bëjmë ato. Kështu që këtu do të përgatisim. Nëse nuk keni këtë mjeti në shtëpi, nuk ka problem, do ta grini sa më imët karotën. Dhe atëherë hedhim karotën brenda. Një lugë të lutem Anila. Gjithashtu edhe panxharin siç e keni kështu, do ta lani, do ta pastroni dhe do ta grini. Nuk zihet. E duam kështu si që është të pasjerë, prandaj bëhet kombinimi me këtë uthullën, ose dhe me lëng limoni, që nuk ka nevojë, duam ta konsumojmë kështu si që është. Këtu kemi mjalt, vaj, edhe nëse doni, mund të shtoni edhe piper. Krip piper. Okej, për ta bërë pak më të aromatizuar edhe më pikante. Molli jeshile, që kryesisht preferohet për sallatrat, sepse vjen pak më e athët, më e... Të marrim një enë këtu, Anila. Okej. Për të pastruar mollën. E bëjmë fillimisht. Dhe me thikë, nuk është se duhet bërë me këtë mjeti me do e mos, por me që... Kjo është e mirë për të prerë, se sa do të përpiqesh me duar t'i presësh fije karotën edhe panxharin për shembull, kjo të ndihmon, apo kastravecin. Nëse doni, do me thënë, që ta hiqni pjesën e lëkurës, megjithëse thonë që lëkurët janë ato që kanë shumë vlera ushqimore. Dhe tjetra nuk është nevojë që t'i lajmë me sodë buke, duhet të kemi kujdes për të gjëra që themi, por me uthull. Nëse vendosim në pak ujë me uthull, nuk ka nevojë. Tani, vendosim mollën, dhe sa të vendosim mollën, do shtridhim limonin direkt. Do i hedhim të gjitha këtu. Sa limon do të na duhet? Ajo gjysma? Të dy ato që kanë mbetur, janë mjaftueshëm. Këta. E shtridhim direkt, sepse e dim që molla nxihet. Edhe... Do të lërojmë edhe vëndin, se byreku po na piqet. Mundet në hapësh pak vënda ndaj Anila. Shisa është fryrë byreku Kati? Me vezë, me gjizë me këto gjëra, sigurisht që do të bëj. Tani kemi, që do të hedhim fillimisht. Marim një lugë tjetër, sepse mos ta bëjmë mjaltin. Nuk ka nevojë që t'i përzijemi në një enë tjetër, mjaltin, vajin dhe këto, i hedhim direkt. Pra unë për këtë do të hedh një lugë. Shiko se sa e shëndetshme është. Edhe e shishme shumë është. Do të hedhim edhe pak piper. Edhe lëngun e limonit. Tani. Kemi shtryse neve këtu, po s'ka gjë, unë i hedh edhe kështu praktikisht. Po. Edhe sa të pastrojmë pak të vëndin këtu Anil, edhe të vendosim atë... Po pra, unë doja të pastroj, apo ja, okej. Doja të thoja dhe diçka tjetër, që ne kemi 2 minuta ko. Që do të thotë, do nxjerrim sallatën dhe byrekun, edhe pandispanjën, Kati, do ta tregojmë... Nuk mund të hapet pandispanjën tani. Jo tani, jo. Unë do jem me të ftuarit. Në rregull. Kur të jetë gati? Atëherë të dashur Anisa, ne nuk është se do ta lëm pandispanin, do ta përgatisim, do ta përfundojmë, do t'i bëjmë edhe, vendosim edhe sherbet. Deri në 11 mbaron. Edhe do ta kemi gati për t'ua servirur. Anila, mund t'ua servirim të ftuarve. Të ftuarve patjetër që po. Ashtu, shumë mirë. Do jetë pak e nxehtë. Ndoshta, ta nxjerr byrekun. Shife një. Po mund ta nxjerrësh. Të hedh sallatën këtu. Le të shpresojmë, ja ma nuk më duhet edhe një picet tjetër, se ndryshe do digjem. Opa, ja ku është.
Sa i mirë është bërë. Ka një aromë fantastike, fantastike. Ja, të lumë shënduar të ka të. Faleminderit e dashur. Sa i Se mirë ke duket? ide se sa Po shqetë. ke aroma burzilokut nga na erdhi? Ja këtu. Duhesh të hedhim pak si më tepër, por kemi një letë të kartopeceta Anila se ti e ke Patjetër. që unë i kam qikë si merak të E di, pjesën e... edhe unë nuk e fshiva mirë tavolinën, e di që do më shash, por nuk, ja, po e mbuloj. Urdhëra. Sa i mirë doli. Dhe sa e shishme dhe sa e shëndetshme. Duhet ju them për pjesën e... E do për pjatën këtë? Po, për pjatën. Ja dhe kati dhe kreativiteti në kuzhinë. Pjatën, Është po. e pastër, pavarësisht se e bëra Shuk. shuk. Po, sa kisha vajtë shuk të fjallën. Kujdes është e nxehtë kjo? A, sa bukur. Kati të lumë shënduar. Na, moj Anila. Kapemi një... ashtu, mos e prek ma. Ja, ku i kemi pjata tona, mos e shikoni këtë pjesën e miellit, se kemi bërë byrek. E shkëlqyer, e shëndetshme, një kombinim perfekt i një byreku me bulmet Dhe në fund fare... me një sallatë të tillë, një spërkatje të Ja, tillë. një spërkatje, kaq, pak. Katerina, të lumë duart. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka ndave këtë ditë të hënë. Pas pak. Kur të jetë gati pandispanja, meqense unë do duhet të kaloj në sallon për të pritur të ftuarit, do ta tregojmë që mos e lëm të pa treguar deri në fund të emisionit. Sigurisht, kështu që do Për ta momentin ndajemi këtu. Patjetër, por duhet të them anvisave, qëndroni me ne sepse në fund fare do të shikoni edhe pandispanin të shërbetosur dhe të servirur në pjatë për miq që do të kemi sot këtu në studio. Kështu që, për momentin shkojmë në publicitet.